Pas një karriere të gjatë dhe të suksesshme në fushën e shëndetësisë, motra medicinale Qefsere Arslan Jasani i ka dhënë fund të angazhimit të saj profesional, duke u pensionuar pas më shumë se 4 dekadash pune dhe përkushtimi në kujdesin ndaj pacientëve. Për të nderuar kontributin dhe punën e saj të palodhshme ndër vite, kolegët e saj organizuan një darkë të përbashkët ku i uruan asaj shëndet, mbarësi dhe një pensionim të qetë dhe të lumtur. Në këtë takim, kolegët vlerësuan lart profesionalizmin, humanizmin dhe përkushtimin e saj ndaj pacientëve dhe institucionet shëndetësor. Motra medicinale Teuta Ismaili vlerësoi punën dhe kontributin e Qefseres, duke theksuar se ajo ka qenë një shembull i përkushtimit profesional për gjeneratat e reja punonësi shëndetësor. Ajo ftoi kolegët e rinj që të ndjekin shembullin e saj dhe të punojnë me të njëjtin përkushtim ndaj pacientëve. Qefseri është një motër e vjetër që ka dhënë kontribut 46 vjet në mjekësi, domethënë. 11 vjet ka që ka erdhur në repartin tonë, mbasi aqe dializa u privatizo. Me një rast e kom thirë unë e kom thirë vetë si kameleon, domethënë i adaptoheshte rrethit, i adaptoheshte punës, i adaptoheshte sendit. Ka qenë një zonë me vërtet e ndershme e punës, nuk ka bë dallim fe apo nacionaliteti, asnjëherë s'ka bë ashtu dallime. Ka qenë shembull edhe për ne tjerat, çdo herë lëvizshme, pozitive, ka dhënë maksimumin. Do na mungon e shumë, me të vërtet. Do na mungon e shumë, si mu, si krejt personelit, edhe spitalit, pse jo. Do kisha desh edhe ne tjerat që ashtu të punojmë, të jemi aktive, si ka qenë kjo deri në fund, domethënë, pa pushu as pak. Rrugtimi profesional i Qefsere Arslan Jasanit nisi në nëntor të vitit 1980 në spitalin e Gostivarit, ku punësua si motër medicinale. Në një periudhë me sfida të shumta shoqërore, ajo arriti të ndërtojë një karrierë të suksesshme fal përkushtimit, profesionalizmit dhe vullnetit për avancim të vazhdueshëm. Për të ngritur nivelin e njohurive dhe aftësive profesionale, Asani u specializua në fushën e hemodializës në klinikën universitare Nën Tereza në Shkup. Aty ndoqi trajnime dhe përgatitje profesionale për trajtimin dhe kujdesin ndaj pacientëve me sëmundje të veshkave, duke u bërë një ndër profesionistët e parë të kësaj fushë në rajon. Me hapjen e repartit të hemodializës në Gostivar në vitin 1982, ajo vuri në praktik përvojën e fituar në Shkup, duke kontribuar drejt për drejt në trajtimin dhe për kujdesin e qindra pacientëve. Për më shumë se 3 dekada, deri në vitin 2014, Asani shërbeu me përkushtim në këtë repart, ku fitoi respektin e pacientëve dhe kolegëve për profesionalizmin dhe humanizmin e saj. Pas privatizimit të hemodializës, me sugjerimin e drejtuesve të spitalit, ajo vazhdoi punën në repartin e neuropsikiatrisë pranë spitalit të Gostivarit, duke dhënë kontribut të çmuar edhe në këtë sektor. Normal është një punë ka fillim, ka në mbarim, ka. Për para se vinë neuropsikiatri, unë kom qenë motra e parë shqiptare që kom qenë repartin e dializë, pritë të tishin, kom qenë edukim, kom qenë Shkup. Kreti unë e kisha në dializë 34 vjetë. Mas 34 vjetë dhe se u bërë privatizimi, u skeva neuropsikiatri, ma në direktorit që më drejtet shkaja këtë punaj. Në reflektimin e saj për fundin e karrierës, Qefsere Arslan Jasani u shpreh krenare për rrugtimin profesional dhe për ndihmën që ka ofruar për pacientën ndër vite. Ajo e konsideron profesionin e infermieres si një mision human dhe fisnik, duke shprehur dëshirën që brezat e rinj të motrave medicinale të vazhdojnë këtë rrugë me përgjegjësi dhe përkushtim. Unë mesazhi u thon kolegëve me atë shumë punoj, pak shikojnë, pak më gjegjen. Që puna që kone mbarë se pacienti ka arë për shërim, jo me utallë me pacientin, se të jatash ndryshe vefaj. Me rastin e pensionimit, Asani falenderoi mjekët, teknikët medicinal dhe të gjithë kolegët që kanë mbështetur gjatë karrierës së saj, duke theksuar se sukseset e arritura janë rezultati i bashkëpunimit dhe punës së përbashkët. Pensionimi i saj shënon fundin një kapitulli të rëndësishëm në shëndetësinë e Gostivarit, por lë pas një trashëgimi të vyer profesionalizmi, sakrifice dhe përkushtimi ndaj pacientëve, duke mbetur një shembull frymëzues për brezat që vinë.